Resortet turistike në rrethin e Pukës vazhdojnë të mbeten një mundësi e mirë për turistët vendas dhe të huaj, çmimet e arsyeshme, ushqimet tradicionale që janë më të veçantat në veriun e Shqipërisë, pista e skive këtu pranë qytetit, por edhe pikat turistike në periferi të këtij qytetit e kanë kthyer Pukën tashmë në një destinacion turistik. Mjediset e hotel turizmit në qytetin e Pukës që këto ditë frekuentohen nga trupat diplomatike, hani lanqajve që i ka dhënë hovë zhvillimit të turizmit familjar, pika turistike e dardhës me bukurit prallore apo bujtinat e tjera, janë një mundësi e mirë për të kaluar fundjavën në Pukë. Bërtësi e burës dhe guida turistike që të ofrohen teksa viziton Pukën, janë një tjetër mundësi që në këtë qytet të kalosh një fundjavë pas forcime ekonomike. Në një vizitor se viziton sot Pukën, shijon e natyrën e shkëlqyer me diell, me borë, shijon mund të bëjnë sportin e skive, mund të mësojnë skit, mund të zbavitet me ski, këtu shumë afër në pistën e skive, dhe mund të shijojnë ushqimet tradicionale të Pukës, se janë shumë të shijshme dhe të frekuentuara të pëlqyera nga gjithë njerëzit që vinë këtu. Gjithashtu edhe në Dardhë, sot mund të vizitosh lokalet në Dardhë, pikat e pushimit në Dardhë janë të shkëlqyera dhe mund të vizitosh bregin e Drinit, mund të shëtitesh me vark, ka lloj-lloj mënyrash për të kaluar 2 ditë në Pukë. Është një mrekulli të vizitosh sot Pukën. Këto ditë dimre janë të këndshme kryesisht për fëmijët, të cilët joshën nga dëbora, skit apo dhe kafshët e pyllit siç janë dreri apo dhelpra. Puka vazhdon të mbetet një mundësi e mirë e turizmit malor, por ende e panjohur siç duhet për shkak të mungesës së promovimit turistik.